E ke ditur, por kjo është gjëja e parë që duhet të bësh sapo zgjohesh. Sapo zgjohesh në mëngjes, veprimi i parë që duhet të bëjmë është të pim një gotë me ujë, e nëse është i ngrohtë, akoma më mirë. Uji jo vetëm që është përbërës kryesor i organizmit të njeriut, por merr pjesë edhe në të gjitha proceset jetike të metabolizmit. Në këtë video do të rendisim arsyet pse duhet të pini ujë të ngrohtë me stomakun bosh. Pastron organet. Uji nxit shpërbërjen e ushqimit në stomak, përmirëson traktin digjestiv dhe pastron organet nga toksinat. Nxit metabolizmin. Pirja e një gote me ujë në mëngjes përshpejton procesin metabolik, lehtëson dhimbjet. Shumë gra konsiderojnë në pirjen e ujit të ngrohtë me stomakun bosh si një zgjidhje për dhimbjet menstruale. Relakson muskujt e barkut dhe qetëson dhimbjet. Krahas dhimbjeve menstruale, uji i ngrohtë trajton të gjitha llojet e dhimbjeve sepse përmirëson qarkullimin e kapilarëve. Lehtëson në humbjen e peshës, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ngadalëson gjithashtu edhe procesin e plakjes së lëkurës.